Përshëndetje zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin. Ja e fillu me vlogjet. Në fakt jam e lodhur, sinqerisht, prandaj më duhet kjo shkëputje. Nuk është se shumë, sepse na janë afërsisht 2 javë. Nuk është që është një shkëputje shumë e madhe, kështu që ja ku erdha prap, jam shumë e ngarkuar me shtëpinë, se kanë, domethënë kanë ardhur të gjithë për një herë. Çdo gjë është bërë gërmadh, do me thënë, i këtu, i katje, porosit këte, porosit atje, i në shtëpi se po vjen ky, se po vjen ai, edhe duhet ta dini që pagesat, mi ka lënë Fatmiri mua, pra për çdo gjë, për çdo person që vjen në shtëpi që punon, pagesat i bëj unë. Kam menduar, do me thënë që këtë vlogun që do shikoni sot, hapja është bërë sot, por unë kam përmbledh pak a shumë ditët që kam munguar, nga pak disa video, kur i kam ngarkuar edhe në Instagram, në Reels, dhe kështu që thash t'ju servir edhe juve që nuk keni Instagram, dhe mund të shikoni pra të gjithë këto video. Unë do shkoj, do bëj pak thojt, kam takim për thojt sot, do shkoj tek vajza për të bërë thojt, sot është e mërkur, pra sot do shkoj të bëj thojt, kështu që shihoni videon edhe do takojmë përsëri bashkë, tregojmë edhe thojt edhe të bëjmë dhe mbylljen. Pastaj te videos dhe vlogut që keni shijuar ju. Edhe diçka tjetër, kam menduar të bëj live, po se me këtë do ta bëj nuk e di, por do të bëjmë një live bashkë. Nëse na ecën ky live, pse jo? Do bëjmë prapë. Këtu ka qenë fillimi i javës, edhe kam qenë tek kualidimi makinës, dhe këto gocat këtu presin shumë mirë me kafe, me lëngë, frutash, me gjitha të mira, domethënë. Këtu jam nis me Fatmirin dhe po shkojmë të zgjedhim prizat, spinat e korrenti, domethënë çdo gjë, llampa, të gjitha. Kështu që pak nga pak po ja tregoj, këto janë video të kaluara dhe kemi dalë këtu jashtë qytetit Selanikut. Dhe ja ku erdhëm, në fakt, t'ju them të drejtën, këtu kemi ardhur me të njohur, kudo që kemi shkuar, Fatmiri pak a shumë i nje. Kjo e bardha këtu më pëlqeu, domethënë, shumë më pëlqeu ambazhuri, edhe kjo pasqyrën në fakt e kemi porositur, është porositur këtu edhe ka 2 muaj që është porositur, dhe këtu më dhan katalogun që mund të shikoja modele të ndryshme, gjë që unë pothuajse i kam zgjedhur afërsisht si ngjyra e dyerve, por ato prizat edhe spinat i kam zgjedhur pak më të çelta, kështu që mbarojmë punë dhe kthehemi për të marrë një skicë që duhet me do e mos që ta nxjerrim, se s'bën sepse është një pallat.
Tu thash të shijoj një cappuccino në një butik që është butik kafene, do të ketë një video tjetër që do t'ju çoj atje, sepse është jashtëzakonisht shumë bukur, është një vend shumë tërheqës, që mua më pëlqen shumë. Problemi është parkimi, në fakt, nuk është që ka aty, gjithmonë është me lek. Atëherë këtu ato kanë një menu, një super menu për mëngjes, që gjithmonë më ka pëlqyer, sepse kam ngrënë edhe herë të tjera, bashkë me gocat, edhe vetëm edhe me gocat. Fatmiri nuk I ka provuar të mëngjesin këtu, kështu që do ta sjellë një ditë Fatmiri dhe unë do ta shijoj kapuçinën vetëm sepse më duhet të iki tek shtëpia tjetër, se ta dini që kam qenë aq I ngarkuar këto 2 javë, nuk mund ta merrni me mend. Kështu që doja në mëngjes kur dërgova gocat në shkollë që ta shijoja të paktën një gjysmë ore. Shpesh herë fundjavave, nëse nuk ham jashtë që dalim, ne gjithmonë konsumojmë prodhime deti. Kjo është e sigurt. Do me thënë, peshku është shpesh herë në fundjavë në tavolinën tonë. Mbasi mbarova punë tek shtëpia, jam kthyer tek One Saloni ka për të parë atlete sepse ishin me ulje. Në fakt doja për Adriana dhe çfarë më rënë sy kjo çanta nga Jacquemus, si mund ta them ndryshe. Edhe kjo çanta është me logon e Nike. Do me thënë kur e kam vendosur, në krah, ju betohem, ishte aq fine, aq e bukur që mund të shkoj me të gjitha rrobat. Është pak e kushtueshme, do me thënë nga 420 që duket këtu është bërë 220 apo 210, nuk e mbaj mend. Diku tek 210 dhe më besoni sinqerisht materiali, duke qenë që unë deri diku I njoh materialet e çantave kur I kap me dorë, materiali I çantës është njësh.
Pra ja vlen, shpresoj që t'ulet, me gjithë se edhe aq nuk është shumë e shtrenjtë, por pra për mua do me thënë si familjare që jam, pa tjetër që më duket shumë e shtrenjtë. Këto atletet të më pëlqen shumë për Adrianën, dhe të shikoj njërë, mos ndoshta mund t'i marr, më duhet kthej edhe te Gesi, sepse kishe këpucë me taka, me ulje, ja kanë vënë syt këtyre këpucëve bezh, janë me lustrafin, do me thënë shkëlqenja, zakonisht shumë të bukura dhe taka është shumë e mirë. Edhe drika, kjo është, do me thënë, një gatim që Argita e pëlqen shumë, është patate, mund të them që mund të quhet musaka, por musaka ka patallxhan. Unë nuk i hedh patallxhan, kështu që e bëj vetëm me mish të grirë edhe patate. Dhe më duhet shkoj tek shtëpia tjetër përsëri, do me thënë kam shkuar 3 apo 4 herë, nuk e mbaj mend. Ka marr kafe për punëtorët, mora kafe për të ngrënë nuk e kam filmuar, por mora vetëm kafe sepse i kisha duart e zëna dhe nuk mundesha dot me as paguaja as pare, do me thënë se ku t'i leja, përveç qesës që kisha ndorë, kisha dhe gjërat e tjera. Këtu është dera e madhe kryesore dhe janë dritaret. Këto janë video të marra para shumë ditësh. Do me thënë nuk kam video pjesë që do t'ju atregoj edhe kur i kam vendosur. Do me thënë ky është material mat. Është gri, nuk është e zezë, është një gri e errët dhe është me 3 xhama, do me thënë nuk ngjohet as edhe një gjë jashtë. Fare, zero dëgjim jashtë. Dhe thashtë ju a servir, do me thënë që t'i shikoni, me gjithse procesi punës është shumë përpara, por këto janë video që unë thashtë ju a tregoja pak. I bëra edhe thonjt, do ja tregoj, ka bërë një buzë të vogël e vajza, do ja tregoj nga krahu tjetër, ta kthej kamerën, edhe besoj se e pat, do me thënë, vlogun, kështu që unë tani do të shkoj në shtëpi tek shtëpia, jo tek shtëpia e re, se tani isha tek shtëpia e re, do iki tek shtëpia tjetër. Prandaj, do të shihemi në videon tjetër. Bye bye.